Deputeti demokrat Flamur Noka është përfshirë në një debat denigrues në rrjetet sociale. Pas një interviste në televizion, Noka ka parë video dhe deklaratave të tij në rrjetet sociale dhe është ndalur të lexojë komentet e ndjekësve. Dhe duket se nuk ka arritur të ruajë qetësinë me disa komentues që e kanë kritikuar. Demokrati nuk është përmbajtur dhe i është drejtuar qytetarit me termat skandaloz, vetëm sa të me i nështrohem apo si është mami. Këto terma të përdorur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike bien ndesh me parimet për të cilat kanë folur kryedemokrati Sali Berisha dhe demokratët e tjerë gjatë kësaj fushate zgjedhore. Termat denigrues, ofendimet dhe paragjykimet në fakt nuk kanë munguar mes partive politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit e që synojnë të ketë sa më shumë karige në kuvendin e 4 viteve të ardhshme, aty ku do të ulen ata që supozohet të përfaqësojnë ata që do t'i zgjedhin.